E thete pritjes po arrin kulmin, pasi kanë mbetur vetëm pak orë nga nisja e madhe e Big Brother VIP Albania. Nesër mbrëma, dritat e shtëpisë më të famshme në Shqipëri do të ndisen sërish, duke shënuar fillimin e një sezoni që premton emocione të forta, personazhe intrigues dhe surpriza që do të mbërthejnë publikun para ekranit. Diskutimet në rrjetet sociale kanë vluar prej javësh, duke e bërë këtë edicion një nga ngjarjet më të përfolura të vitit. Megjithatë, përtej emrave të banorëve të rinj, vëmendja kryesore e fansave është përqendruar te kolltukët e opinionistëve. Emri që po lakohet më shumë se kushdo tjetër është ai i Luiz Eilit, fituesit fenomenal të edicionit të dytë. Gjekësit besojnë se karizma e tij, mprehtësia në analizë dhe njohja e shkëlqyer e lojës do ta bënin e të personazhin ideal për të komentuar dinamikat e sivjetshme. Dëshira e madhe e publikut për ta parë Luizin në këtë rol të ri lidhet me impaktin e jashtëzakonshëm që ai la në format. Fansat shpresojnë që ai të jetë zëri që do të thotë të vërtetat troç, duke sjellë atë humorin e tij karakteristik dhe batutat që dikur thyen rekorde shikuesmërie. Për shumë kënd, prania e tij në studio do të ishte qershia mbitor për këtë sezon. Pavarësisht kësaj vale entuziazmi dhe kërkesave të panumërta në faqet zyrtare të emisionit, deri më tani nuk ka asnjë konfirmim zyrtar. Produksioni ka zgjodhur të mbajë një heshtje misterioze, duke mos zbuluar asgjë rreth emrave që do të ulen në panelin e analizës. Ky sekretizëm ka shtuar edhe më shumë kuriozitetin, duke i lënë të gjithë në pritje të natës së nesërme për të zbuluar të vërtetën. Kështu, mes pikpyetjeve dhe teorive të shumta, numërimi mbrapsht ka filluar. Nëse do të jetë vërtet Luiz Eili ai që do të ulet përballë banorëve të rinj, apo nëse produksioni ka rezervuar një tjetër surprizë papritur, kjo mbetet për t'u parë nesër mbrëma. Një gjë është e sigurt, Shqipëria do të jetë e gozhduar pas ekranit për të dëshmuar fillimin e kësaj aventure të re televizive.